Seanca e gjyqit për dosjen plumbi art u ndërprek të martë pas arratisjes së të pandehurit Altin Doci nga Spitali Rajonal Durrës në 13 janar. Kryesuesja e seancës Engjillushe Tahiri njoftoi gjykatën për shkresën e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, që konfirmonte se Doci ishte shpadur në kërkim nga policia e shtetit. Prokurorët e posaçëm Behar Dibra dhe Doloreza Musabedhi mbajtën qëndrime të kundërta. Dibra kërkoi që seanca të zhvillohej dhe Doci të konsiderohej njoftuar, ndërsa Musabedhi kërkoi shtyrjen e saj. Njëri nga mbrojtësit ligjor, Aldo Shkëmbi, kërkoi shtyrjen e seancës pasi nuk ishte marrë prokurën e posaçme nga klienti, kërkesë që u pranua nga gjykata. Në prononcim për mediat, Shkëmbi theksoi se nuk ka patur komunikime me të arratisurin. Praktikisht ky është gjyq maraton, ka vite që bëhet dhe as nuk ka qenë përpara nevojshëm që të komunikoni me klientin, as para as pas, nuk ka nevojë që të komunikoj me klientin. Tashmë për sa i përket qëndrimit tonë në lidhje me mbrojtjen e tij, pozicioni si mbrojtës është i konsoliduar, kështu që klienti ka pasur besim në mbrojtjen që ne do të bënim për një mbrojtje efektive. Kështu kemi proceduar, nuk kemi pas as dieni përpara lidhur me veprimet apo mos veprimet e tij dhe as pas. Seanca e ardhshme është taktuar në 20 janar në orën 10 dhe gjykata pritet të marrë informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe strukturat vendore për rezultatin e kërkimeve të Docit. Nëse arratisuri nuk do të gjendet, procesi gjyqësor do të vazhdojë në mungesë, ku Doci do të gjykohet për përfshirje në masakrën e Bradasheshit të vitit 2018, ku mbetën të vrarë 3 persona, si dhe për ngjarjen në Peqin të vitit 2019, ku vrandi Zylyfi dhe u plagos Ardit Uruçi.